Tiranës Veliaj. Keni shpresa që mund të lirohet nga burgu? Shpresa vdes e fundit, por ajo që ne kemi gjithmonë dhe duhet të kemi në procedimin penal parasysh është prezumimin e pafajësisë, por edhe kërkesën e pandehurit, personit të cilit të zhvillohen hetimet, të ketë kërkesa të tij të bëhet të bëhet pak derën të lutem. Era parë me të kjo gjë. Më sa bërtasë, tjetër ishte duke bërë më aty më ta. Qa, do prapë bëj pyetje nuk? E më men. Rasti Veliaj është një rast shumë do thoya i çuditshëm në aspektin procedurial penal. Është një nga rastet që mua më ka bërë përshtypje se si prokuroria e posaçme ka vajtur kaq shumë ndaj rastit Veliaj duke jetuar për gjithçka. Pra, edhe në burg, edhe jetuar jo për të njëjtë vepër penale dhe për vepra penale të tjera. I është atribuar një vepër penale zotit Veliaj. Paralelisht dhe bashortës së tij, po njësoj. Rasti i tij për mua duket edhe i me shpresë, por edhe i pa shpresë, duke qenë se është një nga politikanët të cilët është rival brenda Partisë Socialiste të zotit Edi Rama. Pse e them rival brenda Partisë Socialiste të zotit Rama? Grupimi i tij është një grupim i cili, të jemi realistë, është në dikasterë më të mëdha të vendit dhe ka pasur gjithmonë njerëz në vendet e duhura në momentin e duhur. Por jo aty ku duhet në karriken e gjyqësorit momentalisht. Por ne të marrim një rast ekstrem. Në rast se zoti Veliaj del nga burgu sot, ju e dini kush është më i friksuar nga të gjithë? Zoti Edi Rama. Pse? Sepse në rast se zoti Veliaj del nga burgu, në detyrim paraqitje ose në arrest në shtëpi, zoti Veliaj duhet të organizojë një strukturë tjetër brenda Partisë Socialiste dhe brenda Bashkisë së Tiranës si kundër përgjigje ndaj zotit Rama, sepse ju duhet të keni parasysh që zoti Rama fillimisht e mbështeti në një farë mënyre zotin Veliaj, por realiteti është që ai mblodhi shumë shpejt punojësit të bashkisë dhe tha: ne me drejtësi nuk merremi, sepse ja kemi lënë stafetën drejtësisë së re, e cila merret me ata që kanë abuzuar. Tani unë nuk e kuptoj. Zoti Veliaj ka abuzuar ndërkohë është i pafajshëm, sepse prezumimi i pafajësisë është gjë kryesore që ne themi. Ose zoti Veliaj është marrë për të ndihmuar spaku zoti Rama që të fitonte 83 mandate sot. Prandaj, me qëndrimin në burg, zoti Rama është i favorizuar që zoti Veliaj nuk është jashtë burgut, por me zotin Veliaj jashtë burgut, zoti Rama do të jetë i kërcënuar në mënyrë kaq shumë të egër se sa edhe zoti Rama nuk do ta imagjinojë dot. Pse avokat ju mendonin që duke qenë në burg, Veliaj nuk mund të flasë dot? Po, sepse është në mbikëqyrje policore, është në presion, ashtu siç ai ka thënë kundër zotit Manja, se vetë ai e ka thënë nga përgjigjimet që vetë i ka nxjerrë, ose nga komunikimet që vetë i ka nxjerrë nëpër media, që ai ka patur një ofendim ose ka patur një debat në distancë me zotin Manja, duke thënë ato fjalët e tij. Pra do të thotë që partia e tij është ajo që e çoi në burg. Jo skandalet ose problemet e zotit Veliaj, sepse zoti Veliaj nuk është në burg për një shpërdorim detyre, është në burg se dyshohet për korrupsion. Është në burg sepse dyshohet që ai ka bërë pastrim të produkteve veprës penale. Që unë këtë fundit nuk e besoj fare, sepse vepra penale, produktet e veprës penale do të vinë të gjitha në mënyrë të palishëm. Ndërkohë zoti Veliaj ka qenë me deklarimet normale ashtu siç duhet. Pra do të thotë që kjo akuzë dështon spaku. Ndërsa tek shpërdorimi i detyrës dhe qëndrimi i tij në burg nuk të jep liri. Prandaj duhet të jesh jashtë burgut që të veprosh.
Nuk mund të kesh punojës të policisë që është në varësi të ministrit të drejtësisë dhe ti të kërkosh të bësh një sulm kundër ministrit që ushqen në mënyrë politike punojës të tij brenda burgjeve. Është e pamundur për zotin Veliaj. Po ky është një mesazh për çdo Veliaj i cili duhet kuptojë që është brenda Partisë Socialiste, që nesër është rradha e tij në rast se nuk bindet dhe nuk nënshtrohet urdhrave politike të zotit Rama. Pra lufta ka filluar brenda llojit brenda. Ju mendoni që do ketë tjerë të arrestuar brenda? Patjetër do ketë të tjerë. Patjetër, sepse mesazhi është shumë i qartë. I themi popullit që ne kemi të korruptuar, por aman të këta i merr drejtësia. Kush drejtësi? Drejtësia është e jona. Pra drejtësia që duam brenda llojit ton. Dhe kështu ka ndodhur me Partinë Socialiste. Si ka punuar Partia Komuniste në kohën e atërshme? Kur ishe me partisë, ishe miku i partisë, shoku i partisë. Sa po diçka ndryshonte, u bëja armiku i partisë, i popullit, pra u përfshinte gjithë popullin në luftën kundër teje. Kështu është dhe sistemi, pra ka ndryshuar tabelat. Çfarë ishte SPAK-u? Krimet e rënda. Çfarë sot SPAK-u? Mentaliteti i vjetër, plepat 1. Nuk kanë ardhur plepat 2 duke na sjell ndryshimin dhe rikualifikimin e tyre. Shqiptar janë, nuk jetojnë këtu nga hënat premte dhe shtunë diel jetojnë jashtë shtetit. Këtu janë të brumosur. Dhe ata që sot sillen sikur do të jenë njerëzit të cilët do na sjellin drejtësinë, janë ata të cilët sot vendimet e gjykatave europiane dalin kundër atyre. Pra prokurorëve, gjyqtarëve që janë sot në sistemin e reformuar të drejtësisë me thënjse, sepse nuk është sistemi i reformuar, është sistem i cili është porositur dhe është plepa 2. Është një sistem i cili përdoret politikisht aty kur përfshihet politika. Kush e komandon SPAK? Më përpara kam thënë tek shumë intervista që unë jam në një hetim të shikoj a kemi të bëjmë me një reform kombëtare, ndërkombëtare apo mix, dhe unë dua të them që kemi të bëjmë me një reform mix, e cila është të përfshirë në aspektin politik nga kryeministria, pra nga pushteti ekzekutiv, që përfshin Partinë Socialiste, dhe nga Partia Demokratike Amerikane, e cila ka punuar nëpërmjet fondacionit amerikan që është Soros, i cili ka ndërhyrë dhe ka bërë një punë të pistë kundër interesave të çdo shqiptari. Prandaj kjo drejtësi dhe këto institucione të cilët janë formuar për të luftuar krimin organizuar dhe korrupsionin nuk kanë shërbyer për të dhënë atë drejtësinë që duhet të jepet, por kanë shërbyer thjesht të jenë në varësi të kryeministrit. Dhe prandaj ai mendim që kanë pasur, a janë kombëtare, ndërkombëtare apo mix, unë them që janë mix, që në momentin e dur kryeministri informon SPAK-un dhe SPAK-u vepron për inat të kryeministrit. Mendoni që do zgjas akoma kjo lloj varësie? Është e normuar me ligj, s'kam çati, është e normuar me ligj. Do zgjas ai sa ekziston ligji. A në rast se mendoni ju se do bëhet modeli Maqedonas, mund edhe të bëhet edhe modeli Maqedonas dhe Rumun, që një kryeprokuror të arrestohet të bëhet mesazh për prokurorët e tjerë që kujdesni ku shkoni dhe si arrestoni. Mund të kemi edhe dërheqje brenda SPAK-ut në një moment të caktuar. Sepse presioni është i madh. Pra, presioni nuk është se të ndikon politika, presioni është edhe qytetar. Se në rast se ti dështon dhe nga dështimet i materializon si sukses, nesër ai sukses do të dali i pastër, uji i pastër, dhe do duket që ai nuk ka qenë sukses. Ai thjesht tymna, asgjë. Thjesht për të futur statistika. Për shembull, në rast se të del ty i pafajshëm nesër Veliaj, të del Ilir Meta i pafajshëm, të del Sali Berisha, më fal, reforma për çfarë bërën? Për të futur në burg disa të mbajnë statusin e burgaxhiut dhe në fund fare të marrin pafajësi? Prandaj them që kjo do dali një ditë, po do dali pak më vonesë.
dhe unë i them faktorit kohë edhe jap më shumë vëmendje se sa faktorit nevojë që të fusin njerëz në burg dhe në fund fare mos të kemi atë që duhet drejtsinë e dur për vendin tonë. Avokat Gledis Nano, ish drejtori i përgjithshëm i policisë, ka aplikuar për të qenë kreu i BK-s. Si e vlerësoni kandidaturën e tij? Kur e pash, u çudita, por unë do të them që BKH-ja për mua ka emrat e Byros Kombëtare Politike. Dhe imagjinoni kanë vendosur Byroja Kombëtare e Timit. Vetëm i mungon vula e Partisë Komuniste, që ta bëjmë konvertimin ashtu siç duhet. Zoti Hametaj ka qenë ministri i Zotit Rama, është shkarkuar nga Zoti Rama, u vendos zëvendës kryeministër, u shkarkua nga Zoti Rama dhe sot është në arrati. Zoti Nano uroj që mos ketë një njëjtin fat se Zoti Hametaj. Sepse ashtu siç do emërohet kryehetuesi, mund të përdoret dhe në fund fare mund të merret i pandehur. Aplikime mund të bësh, po bëj aty ku duhet. Mund të bësh aplikant i mirë për një akademi, mund të bësh aplikant i mirë për një vend që s'ka lidhje fare me pushtetin ekzekutiv dhe gjyqësor, por nuk mund të bësh kurrë aplikant dhe një institucioni i cili është në varësi, pavarësisht se nuk ka atë anën ligjore, po është në varësi të kryeministrit të vendit. Largimi i zotit Nano në mënyrë të menjëhershëm dhe diskriminues ndaj tij, unë do të thoja që nuk do të ishte mirë për atë të shkojë dhe të merret me një institucion i cili nuk është i pavarur. Pra, Byroja Kombëtare e Timit nuk është e pavarur. E pavarur është për lavazhierë që i bën nga mjesi deri në darkë lavazh, po nuk është e pavarur. Dhe nuk e di pse zoti Nano bën këtë aplikim ose bën që të rishfaqet përsëri emri i tij në publik, por në rast se ne marrim në referencë ato që kanë dalur në publik në atë kohë, ai na thoshte që kemi një polici të shkatruar, një polici e cila nuk kishte zyrshtypi, jo ai, po nga material që kanë dalë në publik, normalisht mua më bën që edhe ta institucion që do shkoj, besoj se edhe karrike për vendin e tij në rast se përzgjidhet nuk do të ketë. Avokat, çfarë pritet të ndodhë me prokurorët special në përfundim të mandatit të tyre 7 vjeçar? Prokurorët, për mendimin tim, kanë mbaruar punë pasi kanë bërë gjithë këto arrestime. Dhe puna ishte vetëm për Partinë Socialiste, për të ndihmuar Partinë Socialiste se si të marrë 83 mandate dhe të heqë nga skena politike aktive zotin Meta, zotin Berisha, pjesërisht, dhe zotin Veliej tërësisht. Spaku dhe 20 prokuror kanë punuar me kaq shumë zell, hetje për të ndihmuar Edi Ramën që të jetë kryeminist absolut në këtë vend. Por kjo do ta dini që do të vijë në disfavorin e prokurorëve, sepse në mandatin e tyre, i cili përfundon sipas ligjit fillestar që është normuar me konsensus politik, do të vijë dhe ajo që ne themi shpesh herë kemi lexuar në për libra, Hitleri çfarë bënte? Kur fillonte dhe u mblidhte me gjithë ajo masakër që kishte bërë, vriste përkthyes, ushtar, që mos u kapshin si prova, sa ato prova do ishin kundër tij. Dhe kështu është edhe jeta politike, juridike, aty ku gjithmonë bizotron paaftësia dhe padrejtësia. Duke u mbledh për brenda vetes, normalisht do kenë edhe njerëz të cilët do të jenë brenda atit institucioni, i cili për mendimin tim do të përdorën si statistika
për të prodhuar ndonjë ngjarje të mundshme të Maqedonisë së Veriut që kryeprokuroria që ishte në asistencën ose më mirë në mbështetjen ndërkombëtare në shfaqjen publike është arrestuar dhe e keni në burg sot. Prokuror rumun është në burg sot nga këto gjërat e bukura, këto reformat e famshme. Uroj që këta prokuror, çfarë janë aty brenda, mos të përfundojnë në burg që të plotësojnë statistikën e radhës kundrejt partisë që ato ndihmuan që të marrin pushtetin absolut. Se pushteti absolut nuk do godasi atë që nuk ka marrë dhe nuk ka pushtet. Do godasi gjithmonë brenda llojit, sepse brenda llojit është aty që i kanoset rrezikut pushtetit. Nuk i kanoset rrezikut pushtetit nga ai që është përtej i pushtetit. Pra, zoti Dumani në rast se do të zgjasë mandatin e prokurorëve, e zgjat mandatin me një marrëveshje politike. Sepse në rast se zgjatet mandati do të ketë marrëveshje politike, po jo zoti Rama me zotin Berisha, por zoti Rama me zotin Dumani. Dhe atëherë i bie që drejtësia e reformuar nuk që ka reformuar juridikisht, po që ka ende një drejtësi politike. Pse duhet kryeprokurori të negociojë me pushtetin ekzekutiv? S'mundet, atë ka legislativi. Pra do të thotë që e gjitha ajo çfarë u bë, investim, mashtrim për qytetarët shqiptar që të besojnë se ku ka drejtësi, kjo është një padrejtësi, sepse kur pushteti gjyqësor nuk negocion me pushtetin ekzekutiv. Po gjithmonë pushteti gjyqësor negocion me pushtetin legjislativ që përfshin të gjithë partitë politike në parlament. Pra, në Shqipëri do shikoni për të parë që kryeprokurori do negociojë me kryeministrin. Vetëm në Shqipëri, model. A ishte një lloj marrëveshje e heshtur mes SPAK-ut dhe kryeministit Rama përpara zgjedhjeve, shkak kjo, po themi, mandati i tyre 9 viteve si prokuror special, çfarë ndodh me ta dhe a kishte një lloj marrëveshje të heshtur dhe që u pa edhe në mos regjistrime procedime penale për manipulim zgjedhjesh ndaj mazhorancës? 3 + 3 + 3 na bën 9. Pra 3 vite, 9 vite duhet jetë çdo prokuror. Mandati i tyre është normuar edhe me ligjin dhe me kushtetutë. Që do të thotë zoti Rama në çdo moment nga ana ligjore mund të marrë një deputet qyl dhe bëjë 84 deputet dhe të bëjë një ndryshim për sa i përket pjesës së mandateve të prokurorëve. Por nga ana kushtetuese do të kemi ngërç sepse zoti Rama duhet të marrë edhe nga Partia Demokratike një pjesë të deputetëve që të bëhet ndryshime edhe kushtetuese. Pra do të thotë mandati i tyre ishte thjesht një PR që bën mediatikisht, politikisht edhe juridikisht për një debat edhe një konsum publik, sepse jemi mësuar gjithmonë që problemin e ka pjesa e opozitës ndërsa qeveria asgjë. Për sa i përket krimeve zgjedhore, këtu e kemi thënë, janë statistika të cilët nuk prodhojnë asgjë, e vetme gjë që ata prodhojnë është që zoti Rama sot është me 83 mandate fal investimit dhe përkrarjes absolute të SPAK-ut. SPAK-u ndihmoi zotin Rama të marrë 83 mandate dhe mandatet e këtyre prokurorëve mund të shikojmë nga shtatori tetor si do të ndodhë, sepse në dhjetor zoti Dumani largohet për shkak se mandati i tij kushtetues është 3 vjeçar pa të drejtë riemërimi dhe duhet patjetër të ndryshohet edhe dispozita kushtetuese dhe duke qenë në këto kushte, unë mendoj se prokurori apo kryeprokuroria e re duhet shikohet dhe duhet parë se si do të vazhdoj procedurën edhe punën e vet, por mos harrojmë faktin që antarët e KLP-s që zgjedhin kryeprokurorin, normalisht shumicën e tyre dërmuese e ka Partia Socialiste dhe në rast se do të shikojmë për zgjatjen e mandateve, do ta shikojmë nga tetori, nëntori dhe dhjetori. Është shumë herët për të parë për zgjatjen e mandateve, sepse kjo i legjislaturë mbaron punën e saj
në fillim të shtatorit, legjislatura e re fillon në fillim të shtatorit, me mos gabojmë datën 9 shtator, dhe duhet parë mandatet e tyre. Por ta keni parasysh që kjo loja e mandateve dhe zgjatjeve të këtyre mandateve është gjithmonë në favor të Partisë Socialiste, sepse 20 prokurorë që janë brenda SPAK-ut kanë ndihmuar Partinë Socialiste Edi Ramën që të marrë 83 mandate. Edhe sikur të zgjatet mandate këtyre, ata prokurorë do punojnë që të arrestojnë të gjithë opozitën shqiptare, ta fusin në burg, sepse ata janë të kënaqur me keq qeverisjen e Partisë Socialiste. Avokat, si mendoni si do jetë qeveria e ardhshme e Rama 4? Do mbajnë ndonjë ministër në Të gjithë do zhduken. Kush janë ministra sot, të gjithë do zhduken. Plani i zotit Rama është që kush ka qenë ministër të zhduket. Pra të rri deputet i thjesht. Zoti Rama ka një model shumë të sofistikuar dhe shumë të çuditshëm. Pra, nuk e keni parë ju, zotit Rama i arreston 10 politikan, gjen 100 politikan të ri. Çfarë do thotë kjo? Ndryshim, spastrim, heqje përgjegjësie. Pra, ishin këta 10 hajdut, i heq këta, i xeron. Merr 100, nga 100 gjen 10, i promovon, i fut në vendet të kyçe, i mban, i shikon, i teston, i vlerëson, i çon deputet dhe në fund fare i thot, ti do rish deputet, ministri do vëjë dikë tjetër. Po leadership kjo do të thotë që ti gjeneron figura të reja, i pozicionon në vende të ndryshme dhe përveç kësaj, figurat të cilët kanë një rëndësi për ty, i fut në një pozicion që ty t'intereson. Pra, për mendimin tim, unë mendoj që gjithë ministrat që janë këtë legjislaturë, në legjislaturën e re nuk do të jenë. Mund të jetë vetëm në një figurë, një që firmos gjithmonë në mungesë dhe në porosi të kryeministrit. Pa ai duhet vendosë atë që beson kryeministri. Pse mendon që e bën këtë gjë ai? Sepse zoti Rama ka një natyrë. Natyrë e tij shumë e bukur. Pra, kam skandale brenda llojit, nuk mund të bëhem polic nga mjes deri në darkë. Ata të cilët unë i kam testuar, do i shikoj që mos më dalin edhe mos rezultojnë të hajdut. Është natyrë shumë e mirë. Edhe leadershipi, edhe natyrë që e ka çuar Partinë Socialiste nga fitore. Tani, a kanë fituar duke vjedhur? Është çështje tjetër ajo, s'merrem. Po deri tani në këto kushte që jemi sot, zoti Rama ka përdorur një makineri që është shumë ndryshe se sa Partia Demokratike. Partia Demokratike s'ka rëndësi ka skandale, ve Flamur Nokën aty, ve Albana Vokshën aty, ve atë Palokën aty, ka që shpëdoja, nuk zgjatet, nuk ndryshohet dot, ty s'na duhet, pse? Është ai që ka fol kundër nesh është me Edi Rama, nuk kupton. Nuk ka rëndësi kjo gjë. Sa Rama ka bërë diçka që s'kanë bërë këta. Ishte Valteri të gjithë këta individ që ishin kundër Ramës, Rama i mori i tha hajdeni. Dhe sa këta të PD-s fleti kundër atyre në kuptim që ore ndryshoni se nuk po shikoj gjë mirë, tabel dhe ky është kundër nesh është aleati Ramës. Ta kush fiton? Fiton ai që hap dyert. Jo ai që bllokon dyert dritare, derë, tarat, zgjidha. Ai nuk fiton. Ai është i izoluar. Ndërsa zoti Rama në aspektin politik është shumë liberal. Nuk është në krahasimin në Partisë Demokratike që janë aty të konservuar njëri me tjetrin, intriga, të gjitha këto, ka diferencë. Prandaj zoti Rama ka recetë shumë të mira dhe të shëndetshme. Pavarësisht se si e drejton dhe çai ka ndal. Por Rama është shumë drejt edhe kalon më përpara. Pra, në publik ka, për shembull, po të kishe në politikën e zotit Rama dhe në një qeveri persona politik, zoti Rama do kishte kosto shumë të mëdha. Ndërsa zoti Rama çfarë ka përdorur? Ka hequr ata të cilët janë persona politik, ka vendosur teknokrat që s'kan aber nga politika dhe kur dalin aty recitojnë, nuk thënë asgjë politike dhe gjithë barrën e politikës dhe konsumit politik e ka çuar tek opozita. Ndërkohë opozita
shkon edhe bjen në lojën e zotit Rama. Rama investon tek përçarja e opozitës, bën çmos që të përçahen sa më shumë, që i gjithë vëmendja e publikut të shkojë tek opozita dhe të thonë, derisa këta nuk janë gati, çfarë pushteti do të marrin? Prandaj zoti Rama, për mendimin tim, përdor një recetë shumë të mirë dhe shumë të drejtë dhe të denjtë. A i hyri në punë 6 milion dollar shqip Partisë Demokratike me kompaninë e lobimit. Së pari do të presim të publikohet, një, e dyta, a hyri në punë apo jo, nuk ka vlerë kjo gjë. Kontrata është 24 muaj. Në 24 muaj të kësaj kontrate do të shikohet qartë çfarë do të bëhet. Po kujdes tani, këto dy gjëra, të cilët asnjëri nuk i jep vëmendje. Ke një kontratë lobimi, ke edhe një, do të thoja, kohë politike, prezence, që është 20 janar 2025. Cila është? Ardhja e Trumpit. 24 muaj nga ardhja e Trumpit do bën ndryshime. Do bën gjëra të cilat nuk i kemi parë dhe po zhvillohen, po bëhen në realitet. Po akoma nuk ka ardhur impakti çfarë konkretisht ne na ka prekur dhe si na ka prekur. Ndërsa tek lobimi pam që departamenti amerikan dhe institucionet e tjera amerikane kanë marrë mesazhin, po nuk janë kaq shumë aktive për të dhënë përgjigje. Por e kanë marrë mesazhin. Që do të thotë, situata që ne jemi sot, është në një situatë ku dhe investimi që u bë nga kontrata e lobimit, edhe nga Lacivita që erdhi në Shqipëri, nuk është se erdhi dhe bëri diçka ndryshe. Por çfarë bëri? Bëri atë që duhet ishte bërë me kohë, që amerikanët të mësojnë të vërtetën. Sepse jam i bindur që amerikanët nuk kanë mësuar të vërtetën dhe nuk janë informuar sakt pse Berisha është shpallur në ngrada dhe pse Partia Demokratike Amerikane përdori Berishën për të goditur Partinë Demokratike. Dhe kjo gjë vjen nëpërmjet një lobimi informues që duhet të bërë për të mirën jo për Partisë Demokratike, jo të Berishës, por demokracisë në Shqipëri. Po ka cikli pak të përplasjen e fundit mes Elon Musk dhe Donald Trump. Të dy janë biznesmen, nuk janë politikanë. Të dy punojnë në bursa ndërkombëtare dhe përsëri ato punojnë për një bursë tjetër që quhet politikës, që janë futur në kohën e fundit para se të dalin në pension. Loja e tyre është e bukur. Kërkon vëmendje, kërkon hetim dhe përpunim të mesazhit që ata përcjellin. Për shembull, a del Masku dhe të bëhet demokrat ty? Mua mund të ndodhi. Biznesmen janë ata. Pavarësisht pozicioneve politike që janë në Partinë Republikane. Po ata janë në Republikane të blerë në kuptimin republikan. Pse? Sa ata nuk kanë qenë asnjëherë në asnjë kohë politik bërës republikan. Që do të thotë, për mendimin tim, ata po bëjnë një lojë të bukur, e cila unë mendoj se do të jetë një lojë kundër Partisë Demokratike Amerikane. Masku mund të shkojë edhe tek demokratët e të luajë viktimën e një Trumpi arrogant. Pse bën këtë gjë? Sepse do të çfrytëzoj brenda republikanëve hapësirën për të qenë një kandidat i mundshëm pas Trumpit në presidencën amerikane, dhe në momentin kur do të prishin pazaret brenda llojit, gjithmonë mund të jetë si një aktrim, si një lojë, të shkojë dhe të kërkojë nga demokratët që unë të kandidoj në emrin tuaj si demokrat në zgjedhjet presidenciale të vitit kur do të vinë 2028, mos gaboj 2029. 2028 do të jetë. Pra do të thotë që kjo është një lojë e bukur se si kundërshtari jot të vjen në shtëpinë tënde dhe të sjellë dhe rivalin e vet që mund të ketë partia e tij në 2029.
Interesante si ide. A mos është kjo një lojë që Donald Trump po zihet, po themi në duke me Elon Musk në kuptimin që ta bëj kundërshtar dhe pas në zgjedhjet e ardhshme ky të bëhet president Elon Musk? Po ju a thash, kjo është loja. Është një lojë e bukur që unë po të sjell ty kundërshtarin tim. Që pas meje të vi Masku ose të vi ose Pence. Pra do të thotë që ata po organizojnë kush do të kandidojë në partinë kundërshtare. Po është e rrezikshme kjo. S'mundet kur kundërshtari të sjellë kë do të kandidojë. Prandaj Partisë Demokratike Amerikane po i kanoset një rrezik. Pse po i kanoset? Sepse Partia Demokratike Amerikane nuk ka më alternativë tjetër që të kandidojë. Harris u dojq. Nuk mund të dalë më kandidaturë. Po çfarë duhet të gjej Partia Demokratike Amerikane që të vendosin? Pra, rasti Obama ishte e bukur sepse solli një recetë që të zgjoshin gjithë njerëzit për të drejtat, lirit, demokracitë amerikane, një afroamerikan i cili ka edhe ai të drejta. Më kupton? Pra, e qetën, e rregulluan direkt atë tabelën. Nga aty ku ishin të konservuar Amerikan, opa, erdhi ndryshimi dhe çuditërisht Obama pa u zgjedhur akoma president të Shtetet Bashkuara të Amerikës, u priste në Francë, në Gjermani, koncerte, aktivitete, djathtas majtas. Ju nuk ju duket e çuditshme, po sepse ishte kundrejt republikanëve. Dhe kështu do të bëj përsëri Partia Demokratike Amerikane që të gjejë veten e saj, të rikthehet në pushtet, duhet të shpiki diçka, në rast se nuk e shpik ajo, ja ka shpik kundërshtari politik. Po kjo është më e rrezikshme kur kundërshtari politik të shpik kundërshtarin e vet në zgjedhjet e ardhshme. Sepse është i veti, nuk është asnjëherë jote. A mund të ndodhë e njëjta gjë me Partinë Demokratike Shqiptare? Po, si puna e zonjës Tabaku, kur të lavdron Erion Braçë, edhe kur të lavdron ky Gonxha, është e tmerrshme. Zonja Tabaku është për mendimin tim është djegur politikisht. Për mua ka dyshimi që ajo të bëhet kryetare e Partisë Demokratike. Jo mund të kandidojë për kryetare e Bashkisë Tiranës. Sepse zonja Tabaku është përgëzuar nga gjithë socialistët, është e pa imagjinueshme kjo gjë. Të duan kaq shumë socialistët? Si u do që të zoti Këlliçi? Ti me gocë martosh, nuk martosh me vjerrin. Po ama vjerri është i PS-s. U doq. Tani në Shqipëri jemi. Kështu ndodh, kjo është situata e vërtetë. Kam dhe një pyetje të fundit lidhur me situatën politike në vend. A ka gjasa që Partia Demokratike të riorganizohet dhe të ndryshojë lider politik? Zoti Berisha duhet të japë dorëheqjen, por duhet të jetë aty të garantojë procesin ashtu siç duhet. Dhe kryetari i ri apo kryetaria e re mos të marrë partinë në mënyrë të deleguar, po të marrë në mënyrë të natyrshme nëpërmjet zgjedhjeve demokratike brenda Partisë Demokratike dhe duke qenë gjithmonë të hapur dhe pa vendosur tabela tek njerëzit, kush është kundër në mendim apo në vlerësim të disa veprime që bën Partia Demokratike, nuk duhet të quhet armik, mund të quhet kundërshtar, po kurse si armik. Partia Demokratike, me sa kam kuptuar unë, kush del kundër saj dhe thotë nuk jam dakord me këtë pikpamje, quhet armik. Ky është gabim. Është gabim i cili nuk sjell Partinë Demokratike kurrë në asnjë moment, në asnjë rrethan, në fitore të brendshme për t'u hapur, por as nuk e sill Partinë Demokratike në një hapje të brendshme, se kjo është akoma më e rëndësishme, e brendshme brenda llojit që të dalin figura të brendshme dhe të sinqerta të dalin. Prandaj unë mendoj që Partia Demokratike duhet hapet përpara rreth vetes me individ që ka brenda saj
dhe pastaj përtej saj, po nuk gjenerove figura të re brenda vetes dhe po nuk i dhe shansin atyre, nuk mund të vinë të tjerët nga jashtë. Sepse ai që është nga jashtë, do thotë, kur ai nuk e formon dhe nuk vendos brenda vetes figura të reja për ta komanduar, drejtuar dhe shikon po të njëjtat figura që dalin po të njëjtat individ, në fund fare nuk ka asnjë shpresë, asnjë të ardhme. Prandaj për mua Partia Demokratike u luftua në mënyrë të padrejtë nga Yuri Kim, nga një faktor të tjerë, të cilët Partia Demokratike duhet ishte rezervuar, pavarësisht gabimeve çfarë ka ndodhur, unë mendoj që Partia Demokratike duhet të hapet brenda llojit, brenda vetes dhe në vazhdimsi jashtë, por garantori i kësaj gjëje duhet jetë Sali Berisha, që Partia Demokratike të vazhdojë të jetë parti opozitare për sa kohë do të jetë në opozitë dhe duke uruar që ajo parti historike të ngjitet në nivelin e dur dhe të bëhet dhe përsëri një parti pushtetare e cila të vi dhe të qeverisi vendin. Po pas një reforme, reflektimi, rigjenerimi të thellë dhe me pasoja të rënda për disa individ që duhet kujtohen që karrikja përfundon dhe stafeta duhet të lehet tek një brez tjetër. Nuk do të them i ri në moshë, sepse mund të jetë edhe i vjetër, po figura të tjera të cilët nuk kanë qenë në pushtet dhe nuk kanë qenë deputet shumë vite, të cilët s'kanë më çfarë të japin politikbërës shqiptare. Kush janë ato figura politike në Partinë Demokratike që mund të zëvendësojnë Berisha, nëse ka? Për mua Luciano Boçi është një figurë e pranueshme, Josefina Topalli një figurë e pranueshme, sepse na duhet pjekuria politike, patjetër na duhen njerëz të cilët nuk kanë lidhje me paratë e pushtetit. Për shembull zoti Boçi nuk ka qenë ndonjëherë ministër, mos gaboj, vjen nga radhët e shkollës, e shkencave. Zonja Topalli ka qenë më përpara ish kryeparlamentare, e cila nuk besoj të kesh ndonjë akuzë ndaj saj penale për shpërdorim detyre për korrupsion. Pra, këto dy individ nuk ka se si të akuzohen nga pushteti për një fakt konkret kriminal, mund të akuzohen nga pushteti me prova të stisura dhe kështu, ashtu siç kemi parë për raste të tjera, por nuk mund t'i akuzosh me ata me fakte konkrete. Pra do të thotë që këto dy figura për mua mund të kem gabim, por janë figura të cilët ato ka Partia Demokratike, s'ke se si të dali dikush tjetër të thotë na unë po kandidoj. Pra, për mua këto dy figura janë. Pastaj figurat të tjera mund të dalin, por ato duhet të dalin në mënyrë të natyrshëm dhe nuk mund të dalin për shkak se është situata dhe koha. Në politik kërkohet jo vetëm pjekuria politike, po kërkohet edhe pjekuria e moshës politike. Që nuk kupton ti mund mos të kesh qenë ministër, ose mund të kesh qenë një pjesë të një kohe në qeverisje të vendit, por ajo nuk duhet të jetë me përgjegjësi që i kanosen përgjegjësisë politike të pushtetit ekzekutiv. Prandaj për mua, zoti Boçi dhe zonja Topalli janë një ndër kandidaturat që unë njëra nga të dyja do ta mbështesja politikisht dhe publikisht në rast se do të ishin kandidat të mundshëm për të marrë drejtimin e Partisë Demokratike, por gjithmonë duke pa platformat e tyre se si ato do të i shfaqin në publik. Pra nuk është se do mbështes një person i cili është politikisht dakord me mua, po unë dua të di se si ky individ do të hapi Partinë Demokratike dhe si ky individ do të sjellë figura të reja dhe si ky individ do të garantojë vazhdimsinë e bashkimit dhe të trashëgimit që ka bërë Sali Berisha brenda Partisë Demokratike dhe pa diskriminuar dhe pa provokuar bashkimin e brendshëm brenda Partisë Demokratike. Avokat, shumë faleminderit për Edhe ju faleminderit për ftesën.